O zonjë dhe ullës të një ti, se ka që armiqin i bersa disinfektot dhe vendin e lullit. Po pa tjetër, se që kujtove të? Jo vetëm ati, po të gjithë. Që ti bëjonë që është live të një, qiko që bënë. Ka një orë, po disinfektot. Disinfektoj dhe mikrofonin e të gjitha. Por e që janë këta të një. Po nga Luli, mo. Por e me Luli nuk një qenë me nder bytë e brek bashkë me Monika. Jo, unë jo. Ka qenë Sali Berisha, Ilir Meta, Edi Rama edhe ti. Hajde tani. Unë jam e djetë me. Edhe Qimpeka. Stasi bërë dhe shanë të këtu. Po a i ses tani Qimpeka, lehën Qimpeka. Shka lidhje ka ishë. Po me Saliu me Iliris janë këtu, kështu që... Po pra. Po ata janë politikanaj. Tani, jemi rikëthyre, si që thamë ndërërë të shikus, me Zotin Basha ishim. Folëm, do me thënë, do flasim për sërjesja tani. Kjo punë është. Tani jam në këtë studio me zonjën Monika Kryemadhi, e cila sapo ka bërë divorcin me Zotin Ilir Meta. Por kërkon me insistim të madh dhe punë të palodhur vota për Ilir Metën. Tani këto janë dy gjëra shumë të ndryshme, me thënë drejtën. Edhe ndahen me një tjetrin, po dhe kërkon vota për te. Dhe një pjesë e njerëzve se dhe një teori konspirative është ndërtu ky vend shumë. Thonë, ore, mos nuk janë ndarë vërtet këta, mos bëjnë vetë. E gjëra si këto. Prapë kemi një problem me, gjithmonë kemi një problem aty. Duhet të zgjidhni dhe të mos kaloj njeri atje. Po, Kryemadhi? Unë përshëndes regjin njerë, që janë mrekullueshëm. Mrekullueshëm, e paguajnë për punojnë shumë. Që punojnë me ty. Vështirësinë e madhe që punojnë me mua. E para, e dyta... Tani ti do të flasim si grua, apo si politikane? Si më ke thirrur sot në emision? Po ti grua je tani, edhe si grua mund të flasësh. Jo, o si politikane, si deputete, o si grua. Në tani ke bashkuar, zonjë, janë bashkuar dy gjëra në një ditë, janë ndërthurur. Ti je ndarë me Zotin Meta. Divorci me Ilir Metën nuk të jep bukë, as ty, as shqiptarve. As nuk ja pakson bukën, as nuk ja shton bukën. E para, e dyta, përsa i përket marrëdhënies time personale me Zotin Meta, është një gjë personale, është si çdo gjë tjetër, një marrëdhënie që mbaron, merr fund, ikën, vazhdon, ecën përpara. Tani në aspektin politik sigurisht që vota ime për Ilir Metën, sigurisht që do t'i shkojë Ilir Metës politikisht, edhe për shkak të asaj karriere time politike, por edhe për shkak të qëndrimit tim politik. Po të mos kishte qenë Ilir Meta në listë të hapur, po të kishte qenë në listë të mbyllur, unë do të shkoja dhe do të votoja vetëm koalicionin e opozitës dhe nuk do votoja asnjë nga kandidatët e listës. Koalicioni e opozitës ke për shembull. Sali Berisha. Për Shqipërinë e madhërishme. Shqipërinë e madhërishme. Madhështore. Madhështore. Unë e them të madhërisme, faktikisht, po. Po, në fakt duhet të them madhështore për madhërishme. Madhështore. Më shumë si shkon? Në amerikanisht, në anglisht dhe me thënë? Në anglisht, s'ka lidhje. S'ka lidhje. Është madhe. Great America. Great Albania. Great Albania, po. Ndërsa madhështore është grateful. Tani. S'ka... S'na thegje këtë me këtë, se ti tani gjerat janë shumë të me një tjetërin. Nëse jemi okej, po vazhdojmë... Kam një pyetje për shumë. Me që është, kam një pyetje, Zoti Meta, e di që ju po bëni fushat për Zotin Meta? S'mi intereson fare. Ja, di apo jo? Po pa tjetër, më nuk mi intereson fare. Ti e personazh pastaj për në Guinness? Jo. Pse që kam personazh për Guinness? O zonjë, tani... Ka 25 migratë ndara në Tiranë. Edhe vazhdojnë me burat, vazhdojnë votojnë për burat? Jo, kush ka pas rasin për ta votuar, e ka votuar. Pse Edi Rama, na e kanë votu gjithish gratë e veta? Jo, këtë se tim. Ju kuptoni gjë këtu, o ti tela se ti po shku... Ska të bëjt fare. Ore, kupton gjë ti kanë këtu, apo s'kupton? Tani, dy gjëra një herë, para unë them mos ta bastardojmë këtë historinë e kësaj. Po e keni bastarduar, ke bastarduar juaj. Unë e kam bastarduar këtë. Bashkë bisedimin me atë që ju kërkoni ta ngreni. Zoti Rakipi, ju e dini shumë mirë të gjithë historikun e kësaj gjëje, që ka ndodhur që në konventën kombëtare, pavarësisht marrëdhënies personale timen, edhe njohjes me deklaratën e divorcit që u njoha nga media, nuk kam dërmend ta komentoj fare, e kam thënë dhe vazhdoj ta them, personi që i inicioj, ai person dhe le ta komandoj. Tashmë ne ligjërisht jemi të divorcuar, unë nuk kam marrë pjesë në asnjë nga seancat e gjyqit për të thënë në këto seancat e pajtimit që quhen të ashtuquajtura, gjë që Zoti Meta të vazhdojë hapat e veta. Pjesën për divorc nuk e keni bërë ju? Jo, patjetër që nuk e kam bërë unë, dhe unë s'kam pas ndërmend të divorcohem asnjëherë. S'ke pas ndërmend të divorcohesh asnjëherë? Arsye kështu që përmendën aty? Unë mendoj që kjo nuk në periudhë fushate elektorale të flitet për divorcin tim. Unë mendoj që fushate elektorale duhet folur pse njerëzit duhet ta votojnë Ilir Metën. Ne kemi 100 vjet. Ne dakord. Edhe ju s'do ta bëni, edhe ju s'do ta bëni për fushate. Si? Edhe ju s'do ta bëni për periudhë fushate që mos flisim ne. Jo, ju e bëni divorcin për periudhë fushate, pastaj thonë mos flisni. Tani unë nuk mund të them atë e bëni ju divorcin. Unë një nga arsyet që i kërkova gjithë votuesve të mi apo mbështetësve të mi të vinin në hapjen e fushatës ishte arsyeja
sepse divorci ishte lënë në datën 11 prill. Mund të shtyhesh edhe me 12 maj, ë? Po, të them. Kështu që prandaj po themi dhe s'kishte asnjë gjë të keqe, ndërkohë që kërkoheshte vota për Partinë e Lirisë, pra për kryetarin, presidentin e Partisë Lirisë. Megjithatë, unë nuk mendoj, kjo sigurisht që ka ato agjendat e veta, statistikat e veta, edhe po themi ndikime të ndryshme që ndodhin. Kjo është një gjë që do vazhdojë hapat e tjerë dhe njerëzit vazhdojnë hecin përpara në jetën e tyre. Si deputete e Partisë Lirisë zoti Rakipi, normal që morali im e kërkon që ta kërkoj votën për Ilir Metën në radhë parë si babai i fëmijëve të mi, dhe në radhë të dytë edhe si një ish bashkëpunëtori imi, jo vetëm në politik, por edhe si ish bashkëtuesi i jetës time në 33 vjet. Kështu që po në koncept çfarë është? Pra ju bëni një status në Facebook dhe thoni votoni Ilir Metën apo ju bëni realisht fushat për të mbledhur vota për Ilir Metën? Patjetër që unë bëj realisht fushat për të mbledhur vota për Ilir Metën, sepse absolutisht me konsciencën më të madhe, duke pasur parasysh. Vetëm ju? Unë dalë vetëm me njerëzit e mi, me ata që më përkrajnë mua, dhe çdo njeri që ka dëshirë që t'i bashkohet. Në strukturat e LSI-s? Jo, nuk janë në strukturat e Partisë Lirisë, janë komplet strukturat të tjera, të LSI-s, të larguar, të përjashtuar nga partia, në mënyra nga më të ndryshme, sepse unë mendoj që sot më shumë se kur, dhe vetë drejtuesit e Partisë Lirisë aktualet, që edhe se janë njerëzit më të pavotuar nga strukturat e Partisë Lirisë, një nga detyrat e tyre kryesore që kanë të kontaktojnë çdo ish antar të vjetër të LSI-s, apo edhe të ri, e para punës dhe e dyta punës, për të bashkuar gjithë forcat për të çuar votën në kutinë e votimit në datën 11 maj. Nga ana tjetër, sigurisht që edhe mungesa eksperiencës së hartimit dhe organizimit të fushatave, lë për të dëshiruar që është sot, unë mendoj që pavarësisht mënyrës se si ata e përjashtuan Monika Kryemadhin dhe këdo tjetër nga Partia e Lirisë, erdhi si një rast i vulnerabilitetit që kishte në parti, por kjo nuk do të thotë që të gjithë ne që jemi qef mbeturit, po e quajmë, të jemi thjesht votues tradicional, por duhet të kthehemi në një mekanizëm të cilët duhet të strukturojnë votën. Pse e them këtë, se ti kur dëgjove atë Karafilin me gjitha ato idiotësira, do të dhe mua të flasë Karafili thua Lulit, ka folur, po. Ai që është shkaktari gjithë situatës opozitës sotshme. Kështu që më lër ta mbaroj donë mesazhin. Zakonisht mendje fyll e kështu gjërash, por nuk ka pse ta fyesh tani, se ti ke punuar me të për një kohë të gjatë. Dhe tani çfarë thaj? Përdori mendje fyll, përdori Karafili që Unë Karafili është një lule që zakonisht i jepet njerëzve në shenjë respekti. Edhe ti kishe si një shenjë respekti. Kështu që mendoj që sot më e rëndësishme, jo vetëm për Partinë e Lirisë, por për të gjithë opozitën, unifikimi i votës në numri 1, pra kolona numër 1, që është koalicioni për Shqipërinë madhështore, dhe pastaj për gjithë kandidatët që vinë me radhë sipas dëshirës. E them këtë që është e rëndësishme jo vetëm për Partinë e Lirisë, por për gjithë aleatët e koalicionit, sepse mos harrojmë që nëse Partia Demokratike punon 12 orët e ditës, Partia Socialiste punon 12 orët e natës.